edhe aty shrunë që gabon. Ideja është që se në është me këshyrë me gabu, gjithmonë kime gjithë gabim. Por në që se e përshtat për nevoja tua, këndër qëllimit tënë, nuk ka teme të cilën nuk të ndihmon me qitë në rrugë, po edhe me të drejtu për me shku me mësu. Sidomos kjo verzioni i fundit 5.2 është ndër ma sofistikumit sepse e ka pjesën e procesimit të kontekstit të jashtëzakonshme, edhe sidomos kur ka informata si që ka ky jemi, atëherë outputi është kogja i mirë dhe i sakt. Qështë do me përdojtë? Edhe Irana një asi piki ku gjyna për i zotit dhe thonë zdi, sepse nuk ka informat që ChatGPT-ja nuk them përgjigje. Pra, s'ka profesor në shkollë këtu që ekziston në universitetet tona, që ChatGPT-ja nuk mund të e përgjigjen ma mirë sa i vaki. Nuk ka informat, legjerat, që nuk e gjenë në YouTube, që se ki dika tjetër. Kështë që kur ma letë, ma thjesht, ma shpejt, nuk u konë me pas mësim zonjën në qëfar do teme që ti dënë me mësu. Fatkeqësisht, të na ekziston mendësia, unë e kom kry shkollën, se trajtojnë si me kry sarillakin edhe lijen e ujit, s'kom nevoj me mësu, po qka po vjen, edhe qka jena tu po, në këto, mos të harojmë, 3 vjet i ka bu ChatGPT janë nëntor, që jena tu folë një zhvillim tepër i madh, edhe na vynë me i vu theks, edhe në edukim, edhe në zhvillim, edhe në biznes, edhe në kitë vene tjera. A ekziston në fakt rreziku për varësi ndaj ChatGPT-s? Po, ekziston. Unë jam pak i varur që tash për shumë sene,